këto luftra janë të kontrolluara. Dhe pavarësisht që nga zhurma që bëhet jemi në pragun e luftës tretë botërore, është thënë shumë herë këto. Bile për mua pragu i më afër situata për luftën e tretë botërore nuk ka qenë kur ka qenë në luftën e katërt arabo-izraelite në 1973. Ndoshta ju nuk e dini atje, po atëherë u bë gjithmonë një kërcënim për ndërhyrjen e superfuqive në konflikt. Kjo do të sillte patjetër një luftë botërore. Megjithatë, në ato momente u jep një mënyrë, një modus vivendi ndërmjet superfuqive dhe e detyron Izraelin që të ullet në vizetimin e pasaj që përfundoi me marrëveshje që u bën në mbrapa. Pra atëherë ka qenë situata më e rëndë. Ishin gati superfuqit për të ndërhyrë direkt. Nga që Izraeli ju parashikoni një ndërhyrje të Amerikës? Amerika do ndërhyjë për dy arsye. Në radhë të parë, Izraeli si marrë e Amerikës nuk po i bindet shumë që të dëgjoj porositë e tjera dhe e shkallëzon agresionin në mënyrë të pakontrolluar për esapin e vetë, sepse e ka përgatit terrenin me kohë për këtë aksion të sotshëm. Izraeli është një shtet ushtar, i cili ka një potencë shumë të madhe ushtarake. Për vitin 2025 ai ka 5.3 më duket % të GDP-s e ka hedhur në përforcimin e ushtrisë. Më thënë janë rreth 25 miliard dollar që ka investuar për mbrojtje. Nga të cilat nga komendet e shifrave del që për çdo qytetar izraeli në vit 2.500 euro shkojnë për fushatën ushtarake. Pra, është një investim i jashtëzakonshëm në të drejtim. Dhe duke patur dhe një bazë të fuqishme vetë ekonomike, ai është vendi i 16 në botë në krahasimin e GDP-s për frymë, ka mundësi që të mbajë në këmbë një ushtri me pajisjet më moderne. Megjithatë, luftë bërthamore ju mendoni që nuk do ketë, sepse Irani s'ka armë bërthamore? Irani nuk ka. Sipas të dhënave del që Irani disponon rreth 400 kg uranium të pasuruar, maksimumi në masin 60%. Në sektorët veçantë mund të ketë dhe pjesë sasi më të vogla me një përqindje më të lartë, 70% e tjera, por është i lartë akoma të kapjes së shifrave mbi 85% të duhen për armët bërthamore. Me 400 kg uran të pasuruar, sikur ai t'i çojë në masën 85%, ai mund të bëjë 10 deri në 12 mbushje bërthamore të kalibrit të Hiroshimës. Por jo më shumë se 15, ndërkohë që vetë Izraeli është fuqi bërthamore. Ka rreth 150 mbushje bërthamore që ka prodhuar vetë. Jo vetëm kaq, po Izraeli nuk e ka nënshkruar traktatin e mos përhapjes së armëve bërthamore. Janë 4 vende në botë. Izraeli, Sudani, më duket dhe Korea e Veriut që nuk e kanë nënshkruar. Ndërsa Irani e ka nënshkruar konventin për mos përhapjen e armëve bërthamore. Dhe justifikimin për pasurimin e uranit ai shikon në perspektivën energjetike të shfrytëzimit të energjisë bërthamore, natyrisht nuk i ka njeri këto, sepse nuk i duhet të shfrytëzojë energjinë bërthamore për qëllime energjetike, për qëllime paqësore, sepse ka një rezervë të pamatshme të nafte dhe gazit. Megjithatë, askush nuk e ndalon atë që të bëjë studime për shfrytëzimin e energjisë bërthamore për qëllime paqësore. Po, natyrisht, duke bërë këto investime në këtë drejtim, ai do ta çojë pasurimin deri në atë shkallë që mund të përdoret uraniumi si armë bërthamore. Kjo nxitet më tepër dhe nga politika që ndjek regjimi i Iranit, që
duke mos e njohur shtetin e Izraelit, duke luftuar të bërë dërme nga më të çuditshmet, duke nxitur organizata terroriste të ndryshme nga Hamasi e Hezbollah, të gjitha ato që financohen dhe pajisen dhe mbështeten me anë materiale dhe financiare nga Iran. Tani, duke shfrytzuar këto gabime të politikës së Iranit ndaj Izraelit, gjendet dhe preteksi që nëpërmjet i problemit të pasurimit të uraniumit, të jepet një goditje fatale këtij vendi. Goditja parashikon sepse disa goditje të njëpasnjeshme në kështu siç po zhvilluar, Irani kapitulon. Për shumë arsye, është një shtet që nuk mund të matet dot me Izrael, nga organizimi, nga cilësia e forcave të armatosura, dhe nga shumë probleme të tjera. Dhe në këtë gjendje Irani nuk e përballon dot. Ai disponon rreth 400 raketa që mund t'i hedhë kundër Iranit, kundër Izraelit, dhe nga këto do t'i përdori dhe disa vite s'ka më. Aftësia e tij prodhuese është 10-12 sot raketa në ditë që mund të bëj, por tani duke u prishur shumë impiante, ka mundësi që kjo shifër të bjerë dhe do vi një moment që nuk do jetë më në gjendje që të kundërveprojë nga Izraeli. Dhe është drejt kapitullimit. Ky kapitullim do të shoqërohet me një ndryshim politik aty që ai regjimi do të zvendësohet pastaj në një formë tjetër, i cili do të hap një rrugë tjetër në marrëdhëniet qoftë me Izraelin, qoftë me vendet e Evropës edhe me Amerikën. Puna është që t'i merret Iranit ajo pasuri që ka, nafta, me kushtet që duan vendet perëndimore. Zotja Bilaj, tek ajo që ju më thatë që rezervat po vine poshterojnë të raketave për goditje nga Irani, unë do ju pyesja nëse kapacitetet tani ju më